Kushtetuta e qejve. Nëse ka një fjalë që njerëzimi e thot më së shumti, por që e zbaton më së pakti, ajo është drejtësia. Një fjalë që dëgjohet në përfjalime politike, në përsalla gjyqesh të korruptuara dhe në për librat e historisë. Por, kur fiken dritat e kamerave dhe kur mbyllen dyert e pushtetit, bota shpesh rregullohet sipas një ligji tjetër, të egër. Ligji ku i forti shtyp të doptit, ku i pasur i blen lirin dhe ku i pafajshmit derdhë lot në heshtje. A e keni pyetur ndonjëherë veten se pse shoqëritë tona rrënohen? Pse ka kaq shumë ankth, kaq shumë urrëtie dhe dëshpërim në rrugët tona? Përgjigjja nuk fshihet tek mungesa e parave, as tek mungesa e teknologjisë. Shoqëritë tona po kalben sepse u kemi hequr themelin. Kemi harruar se pa drejtësi, një shtet nuk është gjë tjetër, veçse një band hajdutësh e organizuar me ligj. Islami nuk e shet drejtësinë si një opsion apo si një dëshirë të mirë. Në optikën hyjnore, drejtësia është vetë arsyeja pse u krijua ky univers. Zoti i gjithësisë e ka ndërtuar qiellin dhe tokën mbi parimin e ekuilibrit dhe të drejtësisë. Çdo yll, çdo planet dhe çdo qeliz lëviz në një harmoni absolute. Dhe të njëjtën harmoni, Allahu e kërkon edhe në mesin e njerëzve. Në Kur'anin famlar, urdhri për të qenë të drejtë nuk pranon asnjë ekuivok, asnjë kompromis dhe asnjë përjashtim. Allahu i madhëruar thot: O ju që besoni, bëhuni dëshmitar të palëkundur të drejtësisë për hir të Allahut, qoftë edhe kundër vetvetes, kundër prindërve apo të afërmve tuaj, pavarësisht nëse ai për të cilin dëshmoni është i pasur apo i varfër. Surja Nisa 135. Mendojeni thellësinë e këtij ligji, edhe kundër vetvetes, edhe kundër prindërve tuaj. Në sistemet njerëzore, ne tentojmë të mbrojmë gjakun ton, familjen ton, partin ton, miqtë tan, edhe kur ata gabojnë. Por kodi hyjnor thot: jo, e vërteta dhe drejtësia qëndrojnë përmbi çdo lidhje gjaku. Në një ajet tjetër të rënditës, Allahu thot: kujdes, të mos ju shty urrëtia ndaj një populli që të bëni pa drejtësi. Bëhuni të drejtë, sepse kjo është më afër devotshmërisë. Surja Maide 8. Allahu na urdhëron të jemi të drejtë edhe me armiqtë tanë, edhe me ata që i urrejmë, sepse drejtësia në Islam nuk është një ndjenjë emocionale, ajo është detyrë ndaj Zotit. Drejtësia absolute e profetit alayhis salam. Se si zbatohet kjo në jetën reale, na i tregoi më së miri profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Ai nuk ishte thjesht një lider që fliste nga minberi. Ai ishte gjykatësi që nuk bënte dallim mes një fisniku dhe një sklavi. Historia mban mend të rastin e një gruaje nga fisi fuqishëm dhe me ndikim mahzum, e cila kishte vjedhur. Njerëzit e fisit të saj u alarmuan. Ata e dinin se sipas ligjit, ajo duhet të ndëshkohej, por kjo do t'i sillte turp një familjeje të madhe aristokrate. Ata filluan të kërkonin një ndërmjetës që të ndikonte te profeti alayhis salam për t'ia falur apo lehtësuar dënimin. Zgjodhen Usame ibn Zeidin, djalin e dashur të cilin profeti e donte jashtë mase si nipin e tij. Usame shkoi dhe foli me profetin alayhis salam. Kur dëgjoi këtë kërkesë për favorizim dhe shkelje të drejtësisë, fytyra e profetit alayhis salam ndryshoi ngjyrë nga hidhërimi. Ai u ngritë dhe tha fjalët që duhet të vënë në turp çdo sistem gjyqësor modern. Apo ndërhyn për të shkelur një nga dënimet e Allahut. Vërtet, popujt para jush u shkatërruan sepse kur vidhte ndonjë i pasur apo i thjesht me pozit, ata i linin të lirë, e kur vidhte i dopti dhe i varfri, mbi të zbatonin dënimin. Pasha Allahun, si kur Fatima, vajza e Muhamedit, të vidhte, unë do t'ja prisja dorën e saj. Si kur Fatima, vajza ime. Ka që prerisht ai, sepse profeti alayhis salam e dinte se kur prishet drejtësia, shoqëria kthehet në një xhungël. Në Islam, e kundërta e drejtësisë është dhulmi, pa drejtësia. Dhe Allahu i madhëruar në një hadith kutsi ka thënë: o robrit e mi, unë ja kam ndaluar pa drejtësinë vetvetes dhe e kam bërë atë të ndaluar edhe mes jush. Prandaj mos i bëni pa drejtësi njëri tjetrit. Kur një person bën pa drejtësi, kur një gjykatës dënon të pafajshmin, kur një punëdhënës i ha djersën punëtorit, kur një burr dhunon të drejtat e gruas së tij, ose kur dikush merr me forcë pronën e tjetrit, ai duhet ta di se ka ndezur një zjarr që do ta gëlltisë. Profeti alayhis salam ka thënë: ruajuni padrejtësisë, sepse padrejtësia do të jetë errësirë e tmerrshme në ditën e gjykimit, dhe po ashtu na ka paralajmëruar: ruajuni lutjes së atij që është bërë padrejtësi, sepse mes lutjes së tij dhe Allahut nuk ka asnjë perde, asnjë pengesë. Luti një njeriu të shtypur, që ngre syt nga qielli natën dhe thot: o Zot, më merr hakun,
është më i fuqishëm se të gjitha ushtritë e botës. Ai loti shkatron perandorit dhe i rrëzon tiranët nga fronet e tyre. Historia e Islamit ka njohur epoka të arta pikërisht sepse ky parim u kthye në jetë. Halifi i dytë, Omer ibn el-Hadabi, u quajt Faruk, ai që ndante të vërtetën nga gënjeshtra. Kur një i dërguar nga perandorit e huaja erdhi në Medinë për ta takuar, nuk gjeti pallate me roje, as mure të larta. E gjeti Omerin duke fjetur në hijen e një peme, i vetëm, pa asnjë roje rreth vetes. I dërguari i huaj, i habitur nga kjo skenë, tha fjalët që mbeten monumentale: "O Omer, ti gjykove me drejtësi, prandaj fitove siguri dhe tani mund të bësh gjumë të qetë. O njerëz, drejtësia nuk është një luks që e zgjedhim kur kemi dëshirë. Ajo është oksigjeni i shoqërisë. Nëse duam që shtëpitë tona të kenë bekim, që shtetet tona të kenë stabilitet dhe që jetët tona të kenë paqe, duhet të kthehemi te peshorja e saktë. Duhet të jemi të drejtë me familjet tona, në punët tona, në fjalët tona. Sepse në fund të fundit të gjithë ne, mbretër e punëtor, të pasur e të varfër, do të rreshtohemi përpara një gjykate ku nuk ka ryshfet, nuk ka avokat mashtrues dhe nuk ka ndikim politik. Përpara gjykatësit të vetëm, Allahut madhëruar, ku çdo gjë do të peshohet me saktësinë e atomit. O Zot, na bëj prej atyre që e duan, e përhapin dhe zbatojnë drejtsinë. Na ruaj që të mos i bëjmë padrejtësi askujt dhe mos na lërë në mëshirën e të padrejtëve në këtë botë.